Dje në orën 17:30 në rrugën rajonale Tetov-Pirok, në fshatin Pallçisht i Epërm i Tetovës, efektivët e policisë nga njësia policore Kamjan kanë privuar nga liria personin një bë 35 vjeçar nga fshati Bogovin, pasi që tek ai është gjetur dhe sekuestruar një substancë e bardhë pluhurore. Ajo është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të ngrihet padipërkatëse. Dje në orën 16:45 në rrugën e Lindenit në Gostivar, efektivët policor nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria 55 vjeçare Nzr nga fshati Vrapçisht i Gostivarit, pasi që ajo u soll me agresivitet ndaj tyre dhe i pengoi në kryerjen e veprimeve zyrtare. Ajo mbajt në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në orën 14:10 në rrugën Video Smilevski Bato në Tetov, efektivët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin VT, 39 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se në shtëpinë familjare kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij, 43 vjeçare, ndërsa më vonë në shtëpinë e prindërve të saj u përpoq të sulmonte vllain dhe babain e saj. Ajo është mbajt në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të ngrihet para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 17:15 në SPB Tetov, një 45 vjeçare nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se ishte mashtruar nga personi LM, 48 vjeçar nga Kosova, për shumën prej 14.000 euro. Sipas denoncimit, ai u prezantua si drejtori një firme ndërtimi në Gjermani dhe ajo e kishte njohur përmes një kolege nga Kosova, me të cilën punojnë së bashku në Danimark. Siç është denoncuar, ajo u mor vesh me të për të blerë një banesë në Gjermani dhe gjatë marsit 2025 përmes transferit të shpejtë të parave në 3 këste ja dërgoi parat. Gjithashtu sipas denoncimit, pas një kohe e kërkoi atë për të parë se çfarë kishte ndodhur me banesën dhe me ç'rast ai e informoi se duhej të burgosej sepse ishte dënuar, pas së cilës ajo kuptoi se ishte mashtruar dhe denoncoi rastin si në Kosovë ashtu edhe në SPB Tetov, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 14:05 në DPB Gostivar, një 29 vjeçar nga një fshat i Gostivarit ka denoncuar se ishte mashtruar nga personi GP nga SBA në shumën prej $25.000 amerikan. Sipas denoncimit më 3 shtator 2025, përmes rrjeteve sociale ai kishte kontaktuar personin dhe ishin marrë vesh të blinte një automjet pasagjerësh Ford Mustang Oldtimer të vitit 1968 dhe gjysmën e parë të çmimit ta paguante menjëherë, ndërsa pjesën tjetër pasi të merrte automjetin. Sipas denoncimit, ai bëri një pagesë në një bankë në Gostivar dhe pas disa ditësh humbi çdo kontakt me personin, pas së cilës kuptoi se ishte mashtruar, po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në orën 21 në SPB Tetov, BK 35 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se bashkëshorti i saj OK 33 vjeçar nga Tetova ishte larguar me automjetin e tij Shkoda me tabelat regjistrimit të Tetovës dhe ajo nuk mund të merrte në telefon, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në orën 14:30 në DPB Gostivar, personi VS, 70 vjeçar nga fshati Negotin, ka denoncuar se nga shtëpia ishte larguar 31 vjeçarja ZS nga Negotina, po merren masa në gjetjen e personit. Dje në orën 15:45 në SPB Tetov është denoncuar se kishte rënë zjarr në një shtëpi dhe një ambient ndihmës në pronësi të IS nga fshati në Rasht. Nuk ka të lënduar dhe me ndërhyrjen e njësisë territoriale zjarfikës e Tetov, zjarri është lëshuar. Një ekip nga SPB Tetov ka kryer kthyrje në vendin e ngjarjes. Dje në orën 17:50 në SPB Tetov është denoncuar se në rrugën 1A në Tetov kishte rënë zjarr në një automjet pasagjerësh Shkoda me tabela regjistrimit të Tetovës në pronësi të një firme për shpërndarje të shpejtë. Me ndërhyrjen e njësitit territorial zjarfikës të Tetovës, zjarri është lëshuar. Gjatë ditës së djeshme 15 shtator në territorin e SPB Tetov është realizuar kontrolli i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve. Gjatë kontrollit u zbuluan dhe sankcionuan gjithsej 14 drejtues mjetesh, Tetov 10, Gostivar 4, për parkim të parregullt nga të cilët 13, Tetov 6 dhe Gostivar 7 u ngritën me automjet special Malimang. Janë sankcionuar dhe 85 lloje tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, Tetov 45 dhe Gostivar 40.